Arsyeja protestës është për të alarmuar opinionin kombëtar dhe atë ndërkombëtar se po bëhet një padrejtësi e madhe historisë kombit tonë, historisë më të lavdishme të shqiptarëve, jo vetëm Kosovës, por të gjithë shqiptarëve, që në bank të akuzës të vendoset ushtria qëllimtare e Kosovës. Ne kemi respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftrat. Ushtria qëllimtare e Kosovës ka patur një mision tepër të rëndësishëm, që e tërë lufta të organizohet kundër pushtuesit dhe ka prova që ushtria qëllimtare e Kosovës nuk është marrë me civil, me gra, me pleq, me fëmijë, dhe të vendosësh ushtrinë qëllimtare të Kosovës për balanca politike dhe të dënohet ushtria qëllimtare e Kosovës me shpifje e me dokumentacione të fabrikuara nga kuzhina anti-shqiptare, si në Beograd ashtu edhe në Moskë, është një padrejtësi shumë e madhe. Prandaj kjo protestë është për t'i thonë edhe opinionit ndërkombëtar, po edhe prokurorisë në Hagë, që këto padrejtësi i bëhen kombit shqiptar. Ky është qëllimi i protestës së sotshme.